Me datën 23/12/2025 janë transportuar të gjitha kamerat regjistruese të vendvotimeve dhe qendrave komunale të numërimit. Të gjitha kamerat regjistruese tashmë janë pranuar nga Komisionet Komunale Zgjedhore dhe gjenden në qendrat komunale të numërimit. Po ashtu me datën 24/10/2025, KQZ ka realizuar transportimin e të gjitha materialeve jo të ndjeshme zgjedhore, të cilat po ashtu janë vendosur në qendrat komunale të numërimit. Materialet jo të ndjeshme të transportuara janë si në VM, 7.842 kabinat votimit, 2.614 kuti të votimit përfshirë edhe kapak të kutive të votimit, 59.381 licat sigurisë për kuti të votimit dhe 2.652 pakot me materiale administrative që përfshirë në kuadër të këshillave të vendvotimeve të rregullta dhe e cila transportohet po ashtu në përcjelljen e policisë në qendrën e numërimit të rezultateve. Fletvotimet, listat përfundimtare të votuesve, vulat e vendvotimeve dhe ngjyra matrikulare të kategorizuara si materiale të ndjeshme do transportohen nesër në qendrat komunale të numërimit duke filluar prej orës 8 të mëngjesit. Me datën 25/10/2025 në qendër ka filluar përgatitja e pakove apo me formular dhe format zgjedhore. Dje me datë 25 këto pakë janë shpërndarë në 19 komunat të Kosovës, ndërsa mbeten për të shpërndarë në komunat të tjera, që përfshin format ose formular zgjedhor për vendvotimet të rregullta, vendvotimet me kusht, për ekipet mobile për votimin e persona me nevoja të veçanta, si dhe distriktiv për trupat menaxhuese të zgjedhjeve. Se për këtë votimit jashtë Kosovës, me datën 23/10/2025 është kryer tërheqja e dërgesave postare nga kutit postare në Berlin, Gjermani dhe në Bern në Zvicër. Numri i zarfeve të tërhequra në Berlin është 10.511, ndërsa numri i zarfeve të tërhequra në postën në kutin postare të KQZ-s në Bern është 8.000. Me datën 24/12/2025 zarfet e tërhequra kanë arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ku në përcjelljen e policisë ato janë sjellë në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Po ashtu janë përgatitur dhe dërguar materialet për qendrat e votimit dhe përfaqësitë diplomatike. Me datën 24/12/2025 Divizioni i Shërbimit Votuesve ka mbajtur trajnim me menaxherët e qendrave të votimit, që në këtë rast janë shefat e misioneve diplomatike. Me datën 25/12/2025 Sekretariati ka mbajtur trajnim me këshillat e vendvotimeve për qendrat e votimit jashtë Kosovës. Trajnimi është mbajtur në 2 intervale kohore, në orën 2 dhe në orën 5 mbasdite. Trajnimit janë mbajtur përmes platformës digjitale online. Në këtë trajnim kanë marrë pjesë rreth 104 anëtar të këshillave të vendvotimeve, të cilët janë trajnuar për procesin e votimit dhe paketimit të materialeve. Lidhur me procesin e trajnimit, ju njoftojmë se trajnimi i këshillave të vendvotimeve ka filluar me datën 20/10/2025 dhe e cila po ashtu ka përfunduar. Trajnimi i këshillave të vendvotimeve është bërë në kuadër të procedurave të votimit dhe numërimit të vendvotim, procedurave të votuesve me nevoja të veçanta, për më shumë keni edhe imazhe të bashkangjitura në këtë raport. Po ashtu dje në datën 25/12/2025 ka filluar trajnimi i ekipeve të numërimit në qendrat komunale të numërimit. Ky trajnim është duke vazhduar edhe sot. Gjithashtu janë mbajtur 9 sesione trajnuese për stafin për në raportimin e rezultateve preliminare. Deri më tani janë trajnuar 846 operatorë, ndërsa trajnimet për pjesën e mbetur ose trajnimet plotësuese do të përfundojnë sot në datën 26/12/2025. Kjo është pak a shumë sa i përket raportit të sekretariatit për përgatitjen e procesit zgjedhor që mbahet në 2 ditë, domethënë në datën 27/10/2025 në qendrat e votimit dhe përfaqësitë diplomatike dhe në datën 28/10/2025 në vendvotimet brenda Kosovës. Nëse keni ndonjë pyetje, jam i hapur për me u përgjigj. Kam disa çështje. E para në raport me fletvotimet me materialin e tjeshëm, pra sensitiv, duke ditë që në zgjedhjet e fundit lokale, në këtë rast në veçantia e komunës Mitrovicës Jugut, pra me ato si çka kemi pa që ka ndodhur me fletvotimet dhe me kodet e vendvotimeve në këto fletvotime, kërkoj një konfirmim nga sekretariati dhe nga zyrtarët komunal
në momentin që i pranojnë flet votimet, pra që të kujdesen, mirë që gjitha këto materiale pra i takojnë atij vend votimi dhe nëse ka një garancë të tillë sekretariatit që edhe me rastin e vëzhgimit nga anëtarët e KQZ-s, por edhe nga monitorimi që është bërë nga sekretariati i shtypjes së fletvotime të sigurohen që gjithçka në raport me këta fletvotime është në rregull. Pra që nuk ka ndonjë element që i cënohet këtyre fletvotimeve që mund të na ndodhë ajo që na ka ndodhur në raundin e dytë të zgjedhjeve. Tjetra kam në raport me disa çështje të cilat janë raportu në raport me ekranet televizive të dëmtuara për qendrat komunale të numërimit, a dihet sa është ky numër në tërësi, në total, dhe tjetra në raport me rezultatet preliminare dhe stafin e kivotit që është angazhuar, po e shoh që numri është më i vogël se sa numri i qendrave të votimit. Dhe a keni bërë një plan të qartë se si do të sigurohen marrja e informacioneve, marrja e rezultateve preliminare dhe statistikave në ditën e zgjedhjeve në çdo qendër të votimit. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar rekomandimin për emërimin e anëtarëve të ekipeve mobile. Kemi pranuar nominimet nga subjektet politike për emërimin e këtyre ekipeve. Kemi 3 ekipe mobile më pak se sa planifikimet që i kemi bërë si KQZ për shkak të numrit të vogël të regjistruar të votuesve në këtë rast të kërkesave që ka pas përmes platformës elektronike të votuesve me nevoja të veçanta, po të qoftë ato në institucione tjera të qoftë të sigurisë e tjerë. Bëhet fjalë për komunën e Mitrovicës së Veriut që ka një ekip mobil më pak, Zubin Potoku dhe Deçanit. Pra kemi gjithsej 86 ekipe të cilat kërkojnë miratimin e KQZ-s. Faleminderit Arianit, a ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedhëm votim, kush është për? Dhe kemi gjithë, 11 vota për, miratohet. Pika radhës Arianit. Faleminderit. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore po ashtu ka pranuar një kërkesë nga sekretariati për zëvendësimin e këshillave të vendvotimit, këtë rast komisionerëve në vendvotime. Bëhet fjalë për disa komuna ku nuk kanë qenë pjesëmarrës në trajnime persona të nominuar nga subjektet politike, por edhe në rastet kur subjektet politike kanë kërkuar zëvendësimin e tyre për arsye të ndryshme të atyre personave që kanë qenë fillimisht të nominuar. Rekomandojmë që si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që kjo të miratohet, pra kjo kërkesë zëvendësime, bëhet fjalë për Vushtrën, Mitrovicën, Klinën e komunat të tjera të cilat i keni të tabeluara. Po ashtu, ju njoftoj që ndërkohë mund të ketë edhe kërkesa të tjera, meqense trajnimet po vazhdojnë të mbahen, edhe një herët po ka dhe ndryshime edhe brenda ekipeve, pra në rastet kur dikush kërkon që të largohet prej të qenit komisioner i një subjekti politik. Prandaj janë këto raste që në vazhdimsi mund të kërkohet qoftë ndoshta edhe në formë çarkulluese kërkojnë miratim të KQZ-s, po parimisht për këto i kemi shqyrtuar që të gjitha. Rekomandojmë që të miratohet kjo. Faleminderit Arianit. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedhëm votim, kush është për? 11 vota për, miratohen edhe zëvendësimet e anëtarëve të këshillat të vendvotimeve. Pika radhës dhe ekipet numëruese. Po. Pika radhës është ka të bëjë me zhvendosjen e qendrës së votimit nga fshati Qeqev, pra për vendvotimin 2812 thye për 01, bëhet fjalë për një vendvotim ku dalja votuese ka qenë 20 votues kanë qenë zgjedhjet e fundit në këtë vendvotim, kërkohet që këtë bartët në Zubin Potok, pra dikun 17 kilometra për votues, 15.7 kilometra për votuesit, për qytetarët që jetojnë në këtë fshat. Gjithsej, pra thash, lista votuese në këtë vendvotim përmban 50 votues, ndërsa pjesëmarrja ka qenë prej 20 të tillë. Kemi rekomanduar që të aprovohet kjo kërkesë. Faleminderit Arianit. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, e hedhëm votim, kush është për? 11 vota për, miratohet. Ka dikush diçka në të ndryshme? Po, duke ditë që nesër po zhvillohet procesi i votimit, ndoshta patë ti me thonë një fjalë të fundit, po kërkoj një vigjilencë këtë rast të gjithë komisionerëve në vendvotimet, në përfaqësi diplomatike,
por në anën tjetër uroj që edhe qytetarët që dalin për të votuar të sigurohen që me vete mos kenë pavarësisht tifos që mund bëjnë për një subjekt politik, të sigurohen që brenda hapësirave të përfaqësive diplomatike të mos mbajnë asnjë logo, këtë rast slogane, çka do të qoftë materiali tjetër promovues i subjekte politike brenda përfaqësive diplomatike. Kemi pasur që kjo ka ndodhur në zgjedhjet e fundit parlamentare me 9 shkurt, edhe unë kërkoj nga menaxherët e përfaqësive diplomatike, por edhe nga komisionerët që të jenë vigjilent, po ashtu edhe vëzhguesit edhe të mos lejojnë që këto hapësira të shërbejnë, pra meqense është ndaluar edhe me rregullat zgjedhore, edhe me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, një veprim i tillë nga votuesi. Antar, diçka? Edhe që mund më vesh si dojnë, gjyrën mund me zgjedhë. Për ato se kemi ndalu kur. Mirë, atëherë, me qenë se kemi edhe media, e shfrytëzoj edhe unë rastin që njoftoj qytetarët që të dielën me 28 dhjetor 2025 në gjithë territorin e Republikës së Kosovës do të mbahen zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Republikës së Kosovës. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftoj të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre politik. Me këtë rast, kërkoj nga qytetarët që para se të dalin të votojnë, ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës tonë në KQZ. Gjithashtu, bëjmë thirrje të gjithë antarëve të këshillave të vend votimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Me qëllim truajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit. E po ashtu, duhet të thënë tash edhe me Kecin dhe me Kostin lidhur me energjinë elektrike, e të gjitha do të jenë të pranishme dhe të angazhuara me ekipet e tyre në të gjitha komunat e vendit për të siguruar një proces zgjedhor të qetë, të drejtë dhe të sigurt. Po ashtu, nesër, një ditë më herët, do të 27 dhjetor, mbahet votimi në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës. Ky proces do të organizohet në 29 përfaqësi dhe gjithashtu bëjmë thirrje shtetasve të Kosovës që janë regjistruar për të votuar në këto përfaqësi të shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe të votojnë. E po ashtu, këshillave të këtyre vendvotimeve në përfaqësi diplomatike kërkojmë që të respektojnë udhëzimet tona, rregullat zgjedhore gjatë punës së tyre ditën e nesërme. Sukses për gjithë, faleminderit.